Atëherë të nderuar anëtar të bordit, të nderuar të pranishëm, të nderuara media, mirë se keni ardhur në mbledhjen e 4 të bordit ZRS për vitin 2025. Para jush kemi rendin e ditës, nëse keni ndonjë pikë me shtu ose me hek nga rendi i ditës, nëse s'ka, atëherë kush është për? Atëherë me 5 vota për aprovohet rendi i ditës. Po ashtu në si pike 2 të rendi i ditës është edhe miratimi i proces verbalit mbledhjes kaluar. Nëse s'ka komente shtesë, kush është për? Atëherë konstatoj që edhe proces verbali mbledhjes kaluar aprovohet. Si pikë e 3 të rendi i ditës është shqyrtimi i tarifave të OST-s. Pa humbur kopja jep fjalën zotit Gashi. Zoti Gashi na prezantoj. Pika e parë për shqyrtim është propozimi për aprovimin e tarifave për shfrytëzim të rrjetit. Atëherë po fillojmë me pikën e parë, shqyrtimi i propozimit për aprovimin e tarifave për shfrytëzim të rrjetit transmetimit dhe tregut. Kosti si operatori sistemi transmetimit dhe tregut ka aplikuar për tarifat në përputhje me kornizën e rregulluar, rregullën për përcaktimin e hyrave dhe metodologjitë për përcaktimin e tarifave për shfrytëzim të rrjetit transmetimit, operatorit sistemit, operatorit tregut dhe tarifat për fondin e burimeve të ripërtërishme të energjisë. Të hyrat e lejuara maksimale për vitin relevant tarifor 2025 që pritën të mbledhen nga këto tarifa do të jenë të barabarta me të hyrat e lejuara maksimale të aprovuara nga rregullatori në vlerën prej 88.198.071 euro. Të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit transmetimit, operatorin e tregut, me të cilat mbulohen tarifat, do i paguhen apo ngarkohen gjeneratorëve të cilët janë të lidhur në rrjetin e transmetimit, që përdorin rrjetin e transmetimit për me shpërnda prodhimin e energjisë, furnizuesve për energjinë që blejnë për konsumatorët që kalojnë përmes rrjetit të transmetimit dhe konsumatorëve fundor në mënyrë indirekte përmes tarifave të energjisë që paguhen tek furnizuesit. Këto tarifa janë të domosdoshme për me siguru mirëmbajtjen, operimin e nevojshme në rrjetin e transmetimit për me garantu furnizim me cilësitë furnizimit për të gjithë konsumatorët. I lutem bordit me shqyrtu miratimin e strukturës tarifave të propozuara për shfrytëzim të rrjetit transmetimit, tarifat e operatorit sistemit, tarifat e operatorit tregut, tarifat për fondin e BRE-ve në mënyrë që më mundësu funksionimit qëndrueshëm dhe eficient i sistemit të transmetimit. Strukturën me tarifa keni në dosje, nëse keni ndonjë pyetje, jeni të gatshëm ju përgjigj. Atëherë po e hapi për diskutim për bordin lidhur me tarifat e OST-s, duke përfshirë edhe tarifat për BRE dhe fondi siç është prezantuar nga Departamenti i Tarifave. Atëherë nëse s'ka, kush është për? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohet struktura tarifore për OST-n për vitin relevant tarifor 2025-2026. Kalojmë me pikën e radhës. Atëherë po vazhdojmë me prezantimin e tarifave të shfrytëzimit të sistemit të shpërndarjes. Në përputhje me kornizën rregullative edhe metodologjinë e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes, apo Dual Distribution Use of System, KECI si operator i licencuar për shpërndarjen e energjisë elektrike ka parashtruar propozimin për tarifat përkatëse për periudhën tarifore për vitin 2025. Propozimi ynë bazohet në përcaktimet e metodologjisë për tarifat e duosit, duke pasqyruar në përpikmëri kostot e ofrimit të shërbimit të shpërndarjes për konsumatorët në të gjitha nivelet e tensionit. Të hyrat e lejuara maksimale për operatorin e sistemit të shpërndarjes janë aprovuar në vlerë prej 180.653.000 euro,
të cilat duhet të mbulohen do të thotë përmes tarifave të shpërndarjes të ndara sipas niveleve të tensionit. Për nivelin 35 kV është propozuar tarifa prej 1.74 euro për kWh, për nivelin 10 kV është propozuar tarifa 2.33 euro për kWh dhe për nivelin 0.4 kV është propozuar tarifa prej 3.46 euro për kWh. Këto tarifa janë të domosdoshme për e energjisë elektrike për të garantuar do të thotë furnizim dhe cilësi në shërbimin për të shërbyer gjithë konsumatorët. Në këtë drejtim, ne lusim bordin e ZRE-s që të miratoj tarifat e propozuara për këto 3 nivele në mënyrë që të sigurohet funksioni qëndrueshëm dhe efikasitet i sistemit të shpërndarjes. Nëse keni, mundi më parashtu. Faleminderit, atëherë për hapë për diskutim për bordin. Atëherë nëse s'ka kush është për, atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen tarifat e sistemit të shpërndarjes. Pika e tretë është shqyrtimi i propozimit për aprovimin e tarifave për furnizuesin me shërbim universal, apo tarifat me pakicë për konsumatorët e rregulluar tarifor. Furnizuesi me shërbim universal ka aplikuar për tarifa në përputhje me metodologjinë për strukturimin e tarifave me pakicë për konsumatorët e shërbimit universal, sipas rregullës për përcaktimin e tyrave të furnizuesit me shërbim universal, bazuar edhe në vendimin e datës 11 prill, ku janë aprovuar tyrat e furnizuesit me shërbim universal. Këto tarifa për konsumatorët e rregulluar janë llogaritur dhe dizajnuar ashtu që brenda vitit relevant tarifor, të hyrat që priten të mbledhen nga këto tarifa do të jenë të barabarta me të hyrat e lejuara maksimale të aprovuara nga rregullatori në vlerën prej 435 milion e 926.299 euro. Struktura e tarifës me pakicë për konsumatorët e shërbimit universal do të jetë në përputhje me metodologjinë e miratuar nga rregullatori edhe i përmban këto parime bazë. Pra ka një bashkësi të vetme të çmimeve që të aplikohen për cilën do kategoritë konsumatorëve, tarifat me bloqe për konsumatorët shtëpiak dhe tarifat ditë-natë për të gjithë konsumatorët përdoren për me të nxitur konsumin eficient të energjisë elektrike dhe reflektuar kostat që shkaktohen. Tarifat e rregulluara me pakicë do të reflektojnë kostin e furnizimit të kategorive të ndryshme të konsumatorëve në mënyrë që të ruaj saktësi sinjalet e tarifave, kostave të rrjetit transmetimit, shpërndarjes, me mbulu kostat e blerjes energjisë, pastaj kostat me pakicë dhe kostat e kapitalit punues që kanë të bëjnë me furnizimin e secilës kategoritë konsumatorëve. Këto tarifa janë të ndara sipas nivelit tensionit, pra niveli tensionit 35, 10 dhe 0.4 kV, që ndihmon përcaktimin e kostave të energjisë për konsumatorët e ndryshëm. Strukturën e tarifave keni në dosje, e cila i ka të gjitha detajet me përcaktues të faturimit, dhonat energjetike, financiare dhe tarifat me komponentet e saj. Kjo do të thotë është struktura tarifore me përcaktues të faturimit, e cila është në dosje të bordit. E los bordin me shqyrtu dhe miratu tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me drejt furnizimit e shërbim universal që do të mbulohen nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Nëse keni pyetje, jemi të gatshëm u përgjigj. Faleminderit zoti Gashi, atëherë për hapi për diskutim për bordin, nëse ka ndonjë pyetje. Atëherë nëse s'ka, kush është për? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, aprovohen tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë
të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor, pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Atëherë, me qenë se pikat e radhës ka të bëjmë me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve, e kisha konsideruar që kjo seancë e hapur kalojmë në seancë të mbyllur për shkak të privatësisë ose mbrojtjes së privatësisë së konsumatorëve. Këtë rast ankesat të konsumatorëve kishëm kalu në seancë të mbyllur. Edhe i falenderojmë mediat që kanë gjetë kohë me ardhur me përcjell mbledhjen e bordit të zërejës.